kemi me bo një recet, mu i mi thonë anti-inflamatore, kundër dhimbjes kronike është fjala. Kjo recet rekomandohet për persona që kanë probleme reumatizmale ose dhimbje të kockave dhe të nyjeve, nuk e zaventson ilaçin ose analgetikun, po është diçka që nëse marrim kontinuitet, afagjatë, tash sezona e shoh realisht unë mundona çdo herë kërkesën e pacientit dhe ato nevojat që janë për momentin mi kompenzu dhe sa do pak më ndihmu në aspektin e ushqimit. Këtë periudhë kam pas shumë persona që kanë probleme me me osteoartrit, me artrit reumatoid, me kryesisht smundjet autoimune, edhe në këtë rast kjo ndikon tepër mirë, tu pas parasysh të përbërësit i kemi krejt që janë anti-inflamator, antioksidant, që ngrisin imunitetin edhe që i ndihmojnë për me ullë inflamacionin në trup. Edhe dim që në momentin që na ullet inflamacionin në trup, zhvillimi i çdo smundje dhe çdo simptome shkon në mënyrë sa më të ngadalshme, gradualisht edhe largohet komplet. E kemi shafronin indian, që si substancë aktive ka kurkuminën, e cila njihet si anti-inflamator. Baza e shafronit indian është kurkumina, e cila njihet si anti-inflamator shumë i fuqishëm. Gjithashtu është edhe antikancerogen, është, për me ngrit imunitetin, për me rigjeneru qelizat, është ideal. Gjithashtu përmban edhe mineralet që janë shumë të rëndësishme si magnezi, kalciumi. Pastaj për mu përthith 100% në organizëm, mu siguru e kemi thonë disa herë dhe tash për përsëritim është biberi i zi. Forma biberi i zi në këtë formë është më e mirë, se ndikon më shumë, këtë rast na kemi me blu, dhe një prej forave që ka, përveç të ndyra shëndetshme, po që ka sasi shumë të lartë kalciumit që në këtë rast të personat me probleme reumatizmale ose problemet me kocka, i duhet shumë kalciumi edhe i ndynat e shëndetshme, atër është susami. Forat e susamit kanë sasi shumë të lartë kalciumit dhe në këtë rast na kemi me përdorën këtë recet, dhe limoni për me rrit gjithashtu efektin e krejt përbërësve, po të njëjtën kohë dhe me marrë sasinë e vitamine C që me ngrit edhe imunitetin.